Sa jetë pritëm në erësirë, sa gjatë vetëm në shkretë të tirë, prap dashuria nuk shteroj. Dhe sa fjalë mbytur në psherë tim, sa dëshirë veshur në trishtim, prap dashuria nuk shteroj. Se edhe një tim, edhe një natë, edhe një Të nderuar simpatizantë tonë, sot është një ngjarje e madhe e Alternativës për Ndryshim. Para jush, sot po prezantojmë bashkë me ju fuqinë e vërtetë e Alternativës për Ndryshim. Po dëshmojmë se Alternativa është tani më një fuqi politike e cila do të sjellë ndryshimin e vërtetë dhe shumë të nevojshëm në komunën tonë. Ju jeni ata të cilët na keni nxitur që të marrim këtë rrugë, dhe ju jeni ata të cilët na përkrahet që nga dita e parë, dhe ju jeni ata të cilët do të dënonin pushtetin aktual me votën tuaj dhe do t'ia ktheni shpresën qytetarëve tonë. Edhe pse për 25 vite patëm udhëheqje të gabuar, nuk na dëmtuan aq shumë. Na mbeti fuqi dhe vullnet për të krijuar alternativën dhe për t'i thënë stop këtij sundimi. Bashkë me ne, sot jam mbledhur të gjithë ata që kanë mundësi të kontribojnë për të mirën e qytetit tonë. Bashkë me ne, sot është rinia, e ardhmja pra qytetit tonë, e cila ka kapacitete për të punuar dhe për të ndërtuar dhe implementuar projekte pozitive për ne. Para jush, gjatë këtij takimi, do të prezantojmë pjesë të programit tonë zgjedhor, dhe gjithashtu do të shihni se kush nga ne është përzgjedhur që të jetë zëri i Alternativës, pra zëri ynë. Për mos të ju marrë kohë më tepër, ftoj sekretarin e Alternativës, zotëri Gazmen Selmani, që të shpalos pjesë të programit tonë zgjedhor. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, anëtarë dhe anëtarë të Alternativës për Ndryshim, mysafirë nderuar. Ne si Alternativë jemi të vetëdijshëm që ideja e jonë për ndryshim nuk do të triumfojë nëse kandidojmë vetëm veten tonë. Triumfi i idesë së ndryshimit qëndron paraprakisht në kandidimin e një programi të realizueshëm politik i cili duhet të ndiqet. Programi Alternativës për Ndryshim është një sintezë e interesave bazike dhe zgjidhjeve konkrete për luginën e Peshevës dhe shqiptarët që jetojnë në Republikën e Serbisë. Në të artikuluam përcaktimet e përgjithshme politike, si dhe propozohen veprimet konkrete që bazohen mbi angazhimin e vazhdueshëm për zhvillimin shoqëror dhe kombëtar. Alternativa për Ndryshim udhëhiqet nga parimi dhe synimi se secili qytetar meriton një jetë të dinjitetshme dhe në qendër të angazhimeve të veta ka qytetarin si individ. Funksioni i pushtetit lokal është i pazëvendësueshëm për arritjen e këtij qëllimi. Prandaj, ne mendojmë se komuna e Preshevës duhet të jetë e zhvilluar dhe me çdo kusht duhet të jetë një komunë që mundson mbrojtjen sociale, e nxit punësimin, e lehtëson dhe e subvencionon prodhimin, e mbron tregun, si dhe e asiston ekonominë në drejtim të zhvillimit. Pjesë e pandashme e zhvillimit të gjithëmbashëm ekonomik dhe shoqëror është administrata komunale. Nuk ka komunë të zhvilluar që nuk e ka mbështetur ngritjen e vet mbi një administratë profesionale dhe të papolitizuar. Sot, komuna e Preshevës me administratë politizuar dhe pushtetar të korruptuar që shpesh herë qëndrojnë mbi ligjin, me nepotizmin dhe paditurinë që ka për të gjitha segmentet e pushtetit lokal, është e destinuar të jetë një komunë e pazhvilluar.
Gjithë prania e korrupsionit në për institucione i pamundson qytetarit të realizoj të drejtat e tij themelore për një jetë të dinjitetshme. Funksionimi efektiv i komunës është jetik për një jetë të sigurt me zhvillim ekonomik dhe social. Në një vend ku nuk ekziston zhvillimi ekonomik dhe drejtësia sociale, çdo përpjekje tjetër rezulton e kotë. Në një vend ku korrupsioni, nepotizmi, pabarazia, shfatja e buxhetit komunal, investimet në infrastrukturë vetëm për përfitime personale, partijake e klanore, janë kthyer në normë dhe paraqiten si sukses i një qeverisje të mirë, atëherë ai vend është i destinuar të jetë i varfër, i pazhvilluar dhe jo atraktiv për të jetuar. Kështu që ne mendojmë se çdo përpjekje që me njerëzit e njëjtë të ndryshoj kjo mendësi qeverisë do të rezultojë e pasuksesshme dhe e kohët. Sot Presheva ka probleme të theksuara jetike nga mungesja e një qeverisje së mirë, probleme të cilat janë evidente në të gjitha fushat e jetës, duke filluar nga arsimi, shëndetësia, dhe të zhvillimi ekonomik dhe bujqësia. Sot Presheva, por edhe gjithë lugina e Preshevës si një territor me një popullat që ka ndjesinë se është e diskriminuar nga pushteti qendror në Serbi, e qeverisur keq nga pushtetet lokale, e pandihmuar sa duhet nga Kosova dhe Shqipëria, dhe e harruar nga Bashkimi Evropian, është një territor me probleme të ngrumbulluara në të gjitha fushat e jetës, probleme të cilat duhen zgjidhje imediate. Këto probleme detyrojnë shumë qytetarë që të braktisin luginën e Preshevës në përgjithësi dhe komunën e Preshevës në veçanti. Sot, ku një pjesë e madhe e popullatës si zgjidhje të vetme të problemeve të tyre e shohin largimin duke kërkuar shpëtim në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, ne ju paraqesim atyre alternativën e një jete të dinjitetshme në vendlinje. Sot, duke i parë përpjekje që po bën klasa e vjetër politike, që dështimet i paraqes si sukses me qëllimin e mbetjes në pushtet, ne mendojmë se vazhdimi i kësaj qeverisje të keqe do të shkaktojë një largim edhe më të madh popullatës. Sot, kur dëgjojmë politikanët e vjetër si numërojnë sukseset e tyre të sundimit të tyre, ne shohim se popullata jeton çdo ditë e më keq. Derisa ne flasim për drejtësinë, ne nuk kemi as gjykatën komunale. Sa herë që flasim për bashkim kombëtar, ne shohim se në ditët në vijim kemi një institucion më pak në komunën e Preshevës. Kur flasim për sukses në demokraci, ne shohim parti politike të uzurpuara që janë prone një grupi individësh dhe jo parti ku njerëzit mund të konkurrojnë me vlerat e tyre. Shohim parti të cilat asnjëherë nuk janë marrë në mënyrë serioze me problemet e qytetarëve. Derisa flasim për zgjedhje të lira, ne kemi të bëjmë me blerje të votës dhe kurthëzime të ndryshme. Sot, kur ky pushtet tallet me ndjenjet e popullatës së varfër, tallet me dinjitetin e tyre, duke ju ofruar gjësende të pakta jetike në shkëmbim të votës, ne shohim një kulminacion të arrogancës, jo sinqeritetit dhe ofendimi që po i bën kjo klasë e vjetër politike e popullatës së vet, njerëzve të vet. Çka po ndodh kështu? Pse popullata e komunës së Preshevës po tallet nga njerëzit e vet? A ka merituar kjo popullat këtë tallje? Ne jemi të bindur se jo. A janë verbuar këta nga lartënia dhe pushteti? Ne jemi të bindur se po. Sot, derisa kjo klasë e vjetër politike në mungesë vizionit, kapaciteteve menaxhuese dhe me tituj akademik të dyshimt, ndan njerëzit në tanët e tyre, në ne dhe ata, në qytetar dhe katundar, në patriot e tradhtar. Ne shohim se qytetarët kanë mungesë të gjërave elementare për një jetë të dinjitetshme,
ne shohim se ky pushtet as që don t'ia di për popullatën e varfër, për këta burra gra, për këta fëmijë e pleq të cilët jetojnë me shpresën se një ditë do të bëhet më mirë. Andaj, ne me përgjegjësinë më të madhe dhe më të lartë morale, zotohemi para tyre dhe para jush se me ne do të bëhet më mirë. Kjo klasë e vjetër politike, synimin e vetëm e ka pushtetin me qëllim që të pasurohet sa më tepër për vete dhe jo të mirën e përgjithshme të popullatës. Sot, derisa flasim për administratë komunale e efikase, ne shohim çdo ditë e më tepër militant partijak dhe familjar të njerëzve në pushtet që punëson administratën e komunës brenda natës dhe pa asnjë kriter. Ne shohim një administratë pa organizuar, shohim një administratë politizuar, shohim një administratë pa trajnuar, shohim një administratë me nga 4 apo 5 persona në një zyre me detyra të pacaktuara. Sot, derisa këta flasin për sukses në arsim, ne shohim një sistem arsimor të politizuar në të cilët fëmijët tanë nuk kanë as libra në gjuhën shqipe. Kur flasim për sukses në shëndetësi, ne shohim një sistem shëndetësor skajshmërisht të politizuar dhe me nepotizëm të theksuar. Shohim një numër të personelit të cilët si qëllim kryesor të punës së tyre kanë orientimin drejt ordinancave të tyre private. Shohim një sistem shëndetësor të papajisur me mjetet e nevojshme për punë. Shohim një maternitet me një investim milionësh që ngjall dyshime për korrupsion. Shohim një mjekësi urgjente që është në ambiente të pa amortizuara, pa pajisje të duara dhe me një qasje të papërshtatshme, mjekësi urgjente në gjendje të mjerueshme. Shohim një shëndetësi primare me ambulanca të pajisura në përfshatra. Shohim në përgjithësi një sistem që me vështirësi ofron shërbime shëndetësore primare e të mos flasë për sistem shëndetësor sekondar ose spital. Sot, kur kjo klasë e vjetër politike flasë për sukses në ekonomi, ne kemi mbi 70% të popullatës sonë të papunë. Derisa flasim për sukses në bujqësi, ne kemi mbi 90% të tokës të papunuar. Kur na flasim për sukses në sport, ne nuk kemi asnjë teren sportiv të mirëfillt. Sot, derisa arsimi është i rrezikuar nga arsimtari i politizuar, mjekësia nga mjeku, sporti nga sportisti, ekonomia nga ekonomisti, klasa e vjetër politike flasin për sukses. Cili sukses? A thua ne nuk po i shohim, apo sukseset e tyra janë vetëm imagjinare? Sot, derisa hajnia llogaritet aftësi, ndeshmëria, dobësi, intriga, vërtet, kurse sinqeriteti prapambeturi, këta flasin për vlera. Cilët vlera? Si është e mundur që gënjeshtra, hajnia, intriga në qenë kam vlera, ndërsa sinqeriteti dhe ndeshmëria të quhen dobësi dhe prapambeturi. Prandaj, ne me përgjegjësinë më të lartë morale, ju themi se ne nuk jemi si ju. Për ne është e papranueshme kjo përmbysje e vlerave që është si pasojë e sundimit prej 2 dekadave të kësaj klase politike të vjetruar, ne do t'i kthejmë vlerat, sepse besojmë fuqishëm se kjo popullat meriton së paku një jetë të dinjitetshme dhe me vlera të mirëfillta. Alternativa për ndryshim është e vendosur që ta ndërpresë sundimin e deri tanishëm nga ky pushteti deri tashëm lokal dhe ta filloj qeverisjen me qytetarët dhe për qytetarët.
në bashkëpunim dhe me përkrajen e qytetarëve, jemi të vendosur që të ndalim këtë degradim dhe ta kthejmë gjendjen në normalitet, duke u kthyer qytetarëve në përgjithësi dhe individet në veçanti së pari vlerat dhe dignitetin e humbur. Ne mendojmë se ndryshimi i kësaj gjendje jo që është i nevojshëm, por është i domosdoshëm. Alternativa për ndryshim është e vendosur që ta bëj këtë ndryshim duke filluar nga zhvillimi ekonomik. Koncepti i drejtë mbi zhvillimin ekonomik dhe implementimin në praktik janë parakushte të stabilitetit të përgjithshëm për shoqërinë tonë. Qëllimi i zhvillimit ekonomik është rritja e vendeve të reja të punës dhe rritja e të hyrave për kokë banore. Administrata lokale do të vënë në shërbim të gjitha departamentet që veprojnë në kuadër të pushtetit lokal, veçanërisht zyrën për zhvillim ekonomik lokal, si dhe zëdhënës dhe promotor i zhvillimit ekonomik. Stafi i zyrës për zhvillim ekonomik lokal duhet të jetë staf profesional dhe i depolitizuar me kualifikimet adekuate në shërbim të ekonomisë e jo politikës, që ofron shërbime cilësore, përcjell me kujdes trendet ekonomike dhe reagon në mënyrë efikase dhe efektive ndaj mundësive të ndryshme, konkurseve nga institucionet shtetërore dhe ato ndërkombëtare, me një koncept të zhvillimit të ekonomisë globale e jo lokale. Përveç tjerash, zyra për zhvillim ekonomik lokal do ta bëjë evidentimin dhe vlerësimin e kapaciteteve ekonomike lokale, përpilimin e bazës së të dhënave të bizneseve private dhe shoqërore dhe do të shërbejë si zëdhënës dhe generatori i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Zhvillimi ekonomik, alternativa e sheh përmes tyre aktiviteteve, riaktivizimin e ndërmarrjeve shoqërore, vendosja e negociatave dhe bashkëpunimit intenziv me agjencionin e privatizimit dhe tejkalimi i barrierave për një privatizim normal, të ndërmarrjeve shoqërore të falimentuara apo ato që janë në fazën e privatizimit. Kemi pra një qasje proaktive të pushtetit lokal në gjetjen e rrugëve të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, do të bëjmë krijimin e stabilitetit politik dhe atij të sigurisë si parakosh për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Do të iniciojmë negociimin intenziv me instancat shtetërore, pra kjo bëhet me ndërmjetësim të bashkisë ndërkombëtare, me qëllim të evitimit të ndjenjes së pasigurisë dhe të paragjykimeve ndaj trevësor, pra t'ia heqim pleshevës njollën e zezë. Shfrytëzimi i pozitës së volitshme gjeostrategjike si favor për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Nxitja e programeve edukative, trajnuese, me qëllim të kualifikimit të klasës së aftë për punë, nxitja dhe përkraja e ekonomisë formale dhe legale, si parakosh për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe konkurrencës reale në treg. Puna intenzive për sigurimin e donatorëve dhe programeve të ndryshme zhvillimore në nivel shtetëror dhe rajonal. Do të bëjmë funksionalizimin e zonës industriale, krijimin e parakushteve për tërheqjen e investitorëve, qartësimin e subvencioneve nga shteti dhe caktimin e subvencioneve nga komuna për investitorët e rinj. Do të mundohemi të bëjmë gjithashtu krijimin e politikave konstruktive dhe të qëndrueshme për garantimin e stabilitetit ekonomik lokal dhe mbajtjen e marrëdhënieve stabile me punëdhënësit ekzistues lokal dhe atyre të rinj. Do të iniciojmë nismat rajonale për këmbimin e fuqisë së punës dhe asaj të kualifikuar, si dhe shkëmbimin e përvojave të vendeve të rajonit në gjetjen e zgjidhjeve të një ekonomie të qëndrueshme. E subvencioneve për prodhuesit bujqësor, kulumtimin për gjetjen e tregjeve në rajon, instalimin e këshillimorës profesionale në sferën e bujqësisë, ruajtjen e prodhimeve bujqësore, pra frigoriferëm, bashkëpunimin mes prodhuesve të ndryshëm bujqësor, shkëmbimin e përvojave në mes fermerëve, organizimin e panajireve të bujqësisë, stimulimin për mbjelljen e kulturave bujqësore, përkrajjen e zhvillimit të pentarisë dhe vreshtarisë,
për krajën e bletarisë përmes subvencioneve dhe këshillave profesionale, si dhe inicimin e kooperativave të bletarisë. Alternativa për ndryshim mbështet afrimin e pushtetit lokal me qytetarin. Ne zotojmë se do të bëjmë një administratë komunale të papolitizuar, moderne, profesionale dhe efikase. Një administratë komunale papolitizuar do të angazhohemi për planifikimin afatmesëm dhe afatgjatë të ngritjes së kapaciteteve profesionale, do të përmirësojmë politikat të ndarjes së granteve komunale, do të mundohemi të rrisim transparencën në administratë, do të mundohemi të bëjmë formimin e këshillave lokale si organe jo formale, do të mundohemi të bëjmë krijimin e një kabineti të vogël dhe efikas të kryetarit të komunës. Alternativa për ndryshim mendon se roli i politikave fiskale përveç gjenerimit të hyrave të mjaftueshme dhe alokimit të resurseve buxhetore drejt ofrimit të shërbimeve publike ka edhe si funksion mbështetjen, rritjen dhe stabilizimin ekonomik, gjenerimin e vendeve të punës, uljen e pavarësisë sociale dhe luftimin e varfërisë. Pra, alternativa do të mundohet të zbatojë parimin e drejtësisë dhe barazisë në tatime dhe shpërndarje, do të mundohet të bëjë balancimin e shpërndarjes së buxhetit, pa krijuar preferenca politike apo të natyrave tjera, do të krijojë një buxhet komunal i orientuar drejt rritjes, zhvillimit ekonomik dhe ngritjes së miqenjes, do të ketë disiplinë të rreth fiskale në argjimin e paras publike, do t'i tregoj shpenzimet buxhetore në faqen zyrtare të komunës së Preshevës, si dhe do të mundohet të bëjë rritjen e buxhetit komunal. Alternativa për ndryshim mendon se ndërmarrjet publike luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik në komunën e Preshevës. Ne e dim se këto ndërmarrje janë një nga mekanizmat përmes të cilëve pushteti lokal mund ta përmirësojë jetën e qytetarëve si në planin ekonomik, ashtu edhe në planin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Andaj ne do të angazhohemi fuqishëm për përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimit për qytetarët e komunës së Preshevës. Me këtë nënkuptojmë se do të mundohemi që të bëjmë profesionalizimin e kuadrove, do t'i pavarësojmë financiarisht të ndërmarrje publike, do t'i depolitizojmë ato, do të mundohemi të bëjmë forcimin e kapaciteteve, do të mundohemi të bëjmë përmirësimin e kushteve të punës. Ende ekzistojnë rrugë të cilat nuk janë të ndriçuara, hapësira publike me plot balë dhe të parregulluara, mungesë të parkingjeve, rrugë të pasinjalizuara, shpesh lutemi që në mos bjerë shi nga se Presheva shndrohet në një liqet të trazuar si pasojë e mos funksionimit të këtyre kanalizimeve. Miliona dinar taksapaguesit paguajnë si dëmshpërblim për kafshimin e qenëve të rrugës që ju bëhet qytetarëve. Parqe fëmijësh të zëvendësuara me kafene. Andaj ne besojmë se qytetarët tanë meritojnë një vend që është udhëzues dhe jo armik i qytetarëve të saj. Dhe për këtë programi ynë për avancimin e infrastrukturës urbane përfshin furnizimin me ujë të pishëm, pastrimin dhe kullimin e ujrave atmosferike dhe ujrave të zeza, prodhimin dhe distribuimin e energjisë ngrohtë, menaxhimin me mbeturinat, mirëmbajtjen e varrezave, menaxhimin e parkingjeve publike, ndriçimin e hapësirave publike dhe rrugëve, menaxhimin e tregjeve, mirëmbajtjen e rrugëve, mirëmbajtjen e pastërtisë në sipërfaqet publike, mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara publike. Alternativa për ndryshim mendon se zhvillimi ekonomik e përjashton korrupsionin, si dhe korrupsioni e pamundson zhvillimin ekonomik. Po ashtu ne mendojmë se luftimi i korrupsionit është i pamundur derisa nuk vendoset si prioritet i një qeverisje të mirë. Sot korrupsioni është një plagë e hapur e të gjitha vendeve në tranzicion. Prandaj ne mendojmë se lufta kundër këtij fenomeni duhet të bëhet në mënyrë të vendosur dhe permanente, gjë të cilën
Alternativa për ndryshim angazhohet ta bëjë përmes bashkërenditjes së punës në shumë institucione, përfshirjen e shoqërisë civile në komisione të ndryshme, krijimin e një grupi jo formal në luftimin e kësaj dukurie. Do të mundohet të bëjë një operator falas për denoncimin e korrupsionit, si dhe do të bëjë kontrollimin me rreptësi të dhënies së të nderave publike. Alternativa për ndryshim e koncepton shëndetësinë si të drejtën e cilit do qytetar që të ketë kujdes shëndetësor, gjithëpërfshirës dhe cilësor, pavarësisht mundësive të kufizuara financiare. Është një perceptim i përgjithshëm se sistemi shëndetësor në komunën e Preshevës vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme. Pacientët janë të pakënaqur me shërbime shëndetësore dhe shumë prej tyre orientohen në sektorin privat ose detyrohen të shkojnë për shërim në vende tjera në mungesë të mundësisë për një trajtim të specializuar në komunën e Preshevës. Andaj, alternativa për ndryshim do të mundohet të bëjë qartësimin e politikave shëndetësore, do të vëjë në funksion të mirëfillt maternitetin, do të bëjë instalimin e shërbimit ambulant në zonat e thella, do të mundohet të ndalojë orientimin e pacientëve drejt klinikave private, do të bëjë hapësirë të re të shërbimit emergjent, do të kemi aparaturë të re në shërbimin e rentgenit, si dhe do të bëjmë furnizimin e rregullt me barna për qytetarët tanë. Alternativa mendon se mundësia e shkollimit për të gjithë fëmijët pa dallim përmes hapjes së institucioneve edukative arsimore për të gjitha shtresat shoqërore është e drejtë elementare dhe e patjetërsueshme e çdo individi. Ne mendojmë se zbatimi i reformave ligjore për arsimin me qëllim të ngritjes së cilësisë është i domosdoshëm. Me këtë, alternativa do të mundohet të bëjë depolitizimin e shkollave, ngritjen e cilësisë dhe shërbimeve në institucionin edukativ arsimor, ndërtimin e hapësirave shkollore të cilit të ullët, si edhe depolitizimin e tyre. Do të bëjë gjithashtu harmonizimin e planeve dhe kurikuleve përmes Këshillit Kombëtar, do të bëjmë stimulimin e autorëve vendas për botimin e librave shkollore, do të themi jo inspektimit dhe vlerësimit politik të shkollave, do të bëjmë hapjen e drejtimeve të reja në shkollë, do të bëjmë hapjen e shkollave verore dhe dimrore, do të bëjmë binjakësimin e institucioneve tona edukative arsimore me ato në Shqipëri dhe në Kosovë, do të bëjmë rrjetësimin e shkollave, do të iniciojmë projekte konkrete për nxënësit e talentuar dhe ata me aftësi të kufizuara, do të bëjmë transport falas për të gjitha nxënësit, do të bëjmë gjithashtu kuzhina për brenda objekteve shkollore, do të sigurojmë libra falas për të gjithë nxënësit, do të mundohemi të bëjmë ndryshim të kurikulës së Serbisë për lëndët me historinë dhe kulturën shqiptare, do të mundohemi të bëjmë një qendër në kuadër të shkollës për nxënësit që hasin vështirësi në mësime. Alternativa e cila përfaqëson idetë social-demokrate, fuqimisht është e lidhur me parimet e drejtësisë sociale, ndihmës dhe përkrahjet të gjithë qytetarëve në realizimin e sigurisë themelore ekzistenciale, zhvillimin e solidaritetit në mes gjeneratave dhe reciprocitetit, përgjegjësi për përmbushjen e nevojave personale dhe të përbashkëta, krijimin e kushteve për integrimin e personave me aftësi të kufizuara. Alternativa beson fuqimisht se ndihmat sociale e humanitare duhet të llogariten si e drejtë ligjore e jo si favor partijak. Pra, programi ynë në këtë pikë paraqet përshtatjen e politikave lokale, sociale, me strategjitë kombëtare dhe ndërkombëtare në shërbim të qytetarit në nevojë. Për kushtim konkret ndaj shtresave në nevojë si personave me aftësi të kufizuara, personave në moshë të thyer, fëmijëve jetim e papërkujdesje prindërore. Stimulimi dhe mbështetja konkrete e familjeve me më shumë se 4 fëmijë,
parandalimi I punës dhe keqpërdërimi tek fëmijët, do të mundohemi të mundësojmë mbështetje profesionale, ligjore, për këshillim lidhur me plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për kategoritë e talla nga lufta, familjet në nevojë, të moshuarit për fitimin e ndihmave dhe shërbimeve nëpër institucionet rehabilituese e kuruese. Rishikimi I skenës dhe politikës së përfituesve nga shërbimi I kujdesit dhe mbrojtjes sociale, kemi bazuar në projekte dhe mundësitë buxhetore të institucioneve komunale dhe të donatorëve, do të bëjmë bashkëpunimin me sektorin civil lidhur me menaxhimin dhe shfrytëzimin e kapaciteteve të tyre, lidhur me ofrimin e zgjidhjes së implementimit të projekteve konkrete me karakter publiko-civil. Femra shqiptare. Më shumë se gjysma e popullsisë së vendit tonë është e përbërë nga femrat. Edhe pse jetojmë në shekullin 21, ato ende janë të diskriminuara, shumica tyre pa punë, pa mundësi barabarta. Programi ynë do t'i ndihmojë femrës shqiptare që të forcohet ekonomikisht, që të bëj punësimin pa diskriminim në atë mënyrë ku do të bëhet kontrolli në çdo ndërmarrje publike dhe private nga organet përkatëse, do të mundohemi të realizojmë mbrojtje ligjore nga dhuna në familje, do të mundohemi të hapim një SOS qendër për lajmërimin e dhunës në familje, si dhe dhunës seksuale dhe dhënia e ndihmës morale e juridike e viktimeve të dhunës. Braktisja e vendit tonë nga të rinjt është njëri ndër problemet më kryesore me të cilat ballafaqohet Lugina e Preshevës. Përderisa pushtetarët tanë brohëritnin me patriotizmin e tyre të rrejshëm se si Lugina e Preshevës është Kosovë, të rinjt tanë mbushin çdo ditë autobuse duke ikur nga ky vend si rezultat I humbjes së shpresës për një perspektivë të mirë ekonomike dhe një ardhmëri për vetë ata si dhe pasardhësit e tyre. Ky lloj varfërimi është I pakompenzueshëm për ne. Alternativa për ndryshim mendon se rinia nuk është vetëm e ardhmja, por mbi të gjitha është e tashmja e komunës së Preshevës. Komuna e Preshevës duhet të bëhet një vend I dëshirueshëm për të jetuar dhe për të punuar nëpërmjet bashkëpunimit me sektorin privat të studentëve që do t'i ofrohen stipendione gjatë studimeve të tyre, përmirësimit të jetës urbane, kulturore, rekreative që do të jetë në përputhje me pritshmëritë dhe nevojat e të rinjve. Masat e nevojshme për pjesëmarrje më aktive të rinjve në shoqëri do jenë kyçja e të rinjve në mënyrë aktive në jetën shoqërore, hapja e qendrës rinore, inkurajimi I pjesëmarrjes aktive të rinjve në jetën politike, inkurajimi I pjesëmarrjes aktive të rinjve në aktivitete sportive, kulturore, si dhe inkurajimi I zhvillimit të volonterizmit tek të rinj si vlerë shoqërore.